Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd e më pas. Ajo që do të mësojmë sot, insha Allah ta'ala, ka të bëjmë me njën shquese el. El. Dhe më thënë, kur kjo el futet në fjalë, e bën të shquar fjalën. Do thotë e bën të shquar fjalën, që ndryshe njihet edhe si harfu ta'rifin, harfu ta'rifin. Tazëm kemi një fjalë, po e marrim shembull bejtun. Kjo bejtun, siç e shohim, do thotë që në formën normale, do thotë siç edhe e kemi përmendur, fjalët janë pra marfu'un, vinë pra marfu'un. Do thotë me dy dhamme, do thotë me dhammetein. Për shembull bejtun apo kitabun, qalamun e kështu me radhë. Apo kitabun e kështu me radhë. Edhe tash shtëpi libër. Edhe tash momentin kur kjo futet në fjalë, eli, domethënë këtu është bejtun, el bejtu, el bejtu. Domethënë i largohet tenvini. Domethënë kur me futjen e eli largohet tenvini. Çka do thotë se tek një fjalë nuk mund, pra fjala nuk mund të jetë edhe e shquar edhe e pa shquar në të njëjtën kohë. Do thotë kur tek fjala futet eli, si në këtë rast, domethënë nyja shquese el, atër largohet tenvini. Do thotë nuk vjen me dy dhamme, po vetëm me një dhamme. Do thonë el bejtu themi, nuk themi el bejtun, por el bejtu, sepse el bejtun do të ishte gabim. Pra nuk korrespondojnë, nuk vijnë edhe eli edhe tenvini tek një fjalë, një herazi. Apo ta zëmë kemi kitabun, kur futet eli tek kjo fjalë, atëherë bëhet el kitabu apo el kitabu. Do thotë kjo është ajo që do përmendim inshallah. Po ashtu do përmendim edhe shkronjat hënore dhe diellore. Që është kjo shkronjat hënore dhe diellore? Gjithë tematika sillet aty se ta zëm tek shkronjat diellore, po e marrim shembull shkronjën k, fakt është qaf. Kjo shkronjë është shkronjë hënore. Te kjo shkronjë po e marrim një fjalë që do thotë që është me këtë shkronjë. Ta zëm el qamaru. El qamaru. Çka vrejmë këtu? Vrejmë se do thotë te kjo sukuni, do thotë që është mbi lam, mbi l i elit, çfarë lexohet? Domethënë shqiptohet sukuni. Domethënë themi el qamaru. El qamaru. Kurse ta zëm tek shkronjat shamsie, po marrim shin, edhe ash-shamsu. 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 Te këto shkronja do thot eli, këto ku e kemi elin, ky sukuni nuk shqiptohet. Ky sukuni, domethënë nuk themi el. Pra, nuk themi el shamsu, por themi ash-shamsu. Domethënë themi ash-shamsu. Kjo është tematika. Do të themi ash-shamsu. Pra tek qaf themi el qamaru, domethënë e shqiptojmë lamin, kurse tek shini nuk e shqiptojmë. Sepse kjo është hënore, kjo është diellore. E pse nuk e shqiptojmë? Për shkak dyfishimit të shkronjës që vije pas saj, në këtë rast pas lamit. Do thotë siç e shohim tek shini, tek shja është dyfishuar. Do thotë është bërë ash-shamsu. Dy shja do thotë janë. Andaj se kjo shenja tregon që është dyfishuar, do thotë shkronja. Do thonë shedda apo shedda, do thotë është dyfishuar shkronja, shedda. Andaj do thotë nuk lexohet. Do thotë kjo është ajo çfarë pak a shumë
ka të bëjë tek ky mësim, tek mësimi i tretë. Ky është mësimi i tretë në libër, thotë librin e parë. Edhe ne po shkojmë çfarë ta shohim pak atë pjesën e shpjegimit të librit, se çfarë flitet aty, pastaj do të futemi tek njësia mësimore e librit. Po, do thotë siç e shohim këtu, do thotë ad-darsu ath-thalith, mësimi i tretë, domethënë është mësimi i tretë, ad-darsu ath-thalith, është el pra harfu ta'rifin. Harfu ta'rifin. Domethënë është një shquese. Edhe po e mbaj librin kështu. Edhe do thotë çfarë thotë? Do thotë bejtun, shiko, e kemi bejtun, shtëpi, el bejtu shtëpia. Domethënë e shohim se largohet tenvini me futjen e elit. Domethënë bejtun, shtëpi, el bejtu, shtëpia. Masjidun, xhami, el masjidu, xhamia. Domethënë shqiptohet eli edhe momentin që futet domethënë eli, largohet tenvini. Domethënë nuk themi el masjidun, por themi el masjidu. Kurse qalamun, el qalamu. Shif çfarë thot këtu, thot yuhdhafu at-tanwin 'inda ad-dukhuli al. Pra, me futjen e elit fshihet tenvini. Me futjen e elit fshihet çfarë? Tenvini. Pra, është masjidun, kur futet eli bëhet el masjidu. Domethënë nuk themi el masjidun, është gabim. Edhe këtu i ka marrë 3 shembuj. Domethënë siç e shohim shembullin e parë, thot el qalamu maksurun. El qalamu maksurun. Lapsi është i thyer. Pra maksurun do të thënë i thyer. Është sakt. El babu dera maftuhun, është hapur. Maftuhun e hapur. El babu dera. El waladu fëmiu. Jalisun është për qëllim i ulur. Pra fëmiu është i ulur. Kurse këto pse janë gabim, sepse el qalamun. Nuk mund të themi el qalamun. Pra sepse edhe ka ardhur un, tenvini edhe eli. Duhet të themi el qalamu apo el qalamu. Do të fshim tenvinin sepse rregulli po thot. Pra rregulli po thot. Do thot yuhdhafu at-tanwin 'inda dukhuli al. E fshim do thot me fshi tenvinin me futjen e elit. Pra këtu do duhet të ishte el qalamu. Kurse këtu qalamu do të ishte sakt qalamun. Edhe kjo el waladu jalisun është gabim, pse? Më falni, el waladun, se unë lexova mirë. Domethënë el waladun do duhet të ishte el waladu. Domethënë pa tenvin, sepse nuk mund, çfarë tham, nuk mund të korrespondoj tek e njëjta fjalë edhe tenvini edhe eli. Domethënë themi el waladun gabim. Themi el waladu jalisun. E kështu më radhë. Kurse këtu do thot çfarë kemi? Kemi an-nakira edhe wal ma'rifa. An-nakira do të thënë është si themi e pashquar, kurse al ma'rifa është e shquara. Thot an-nakira e shquara thot shay'un ghayru mu'ayyan. Nahu baytun, qalamun, rajulun, bintun. Do të thënë është një gjë e pa caktuar, do të thënë, e pa veçuar. Për shembull, shtëpi, laps, burr, pra rajulun, burr, bintun është vajza, pra ose e bia. Pra, kur vjen, do thot me un, është e pashquar. Do të thënë këtë rast. Kurse eli e bën fjalën e shquar. Siç thot, do thot këtu thot al ma'rifa e shquara, do të thënë është shay'un muayyan, do të thënë një gjë që është e caktuar. Do thot që është si themi e caktuar, do thot është e shquar. Nahwu, do thot shembull, për shembull është el bejtu, shif, bejtun el bejtu, qalamun el qalamu, ar rajulu burri, el bintu, do thot e bia kështu më radh. Shif çfarë thot bejtun, nëse themi do shtëpi, që është e pashquar, thot yashmalu me falni kull al buyut. Do të thënë i përfshin si themi gjitha shtëpit, walaysa baytan muayyanan. Edhe jo thjesht një shtëpi, do thotë që është e veçantë, e caktuar. Kurse el bejtu thot yadullu ala baytin muayyanin bi dhatihi.
kurse el bejtu pra yadullu ala bejtin muayyanin bidhati. Domethënë tregon, argumenton për një shtëpi të caktuar, do thotë në vetën e saj. Kur themi el bejtu, shtëpia, domethënë dihet cila shtëpi. Mesin e disa shtëpive, el bejtu do thotë është një shtëpi. Kurse bejtun yashmalu kull al buyut, shtëpi thjesht i përfshin gjitha shtëpit, pra është nakira, është quar. Edhe këtu tek kjo pjesa al huruf al qamariya wal huruf al shamsiya, domethënë shkronjat hënore dhe shkronjat diellore. Thotë al huruf al qamariya yuntaqu as-sukun ala al-lam, domethënë shqiptojmë si themi sukunin që është i vendosur mbi lam. Domethënë themi al-qamaru. Kurse al huruf al shamsiya thotë la yuntaqu as-sukun ala al-lam وتوضع شدة على الحرف الذي بعده الشمس. Do thot nuk e shqiptojmë këtë sukunin që është mbi lam, domethënë nuk themi el, por themi ash-shamsu, për shkak do thot dy fishimit të shkronjës që vije pas saj. Domethënë këtë rast shini, shin është shkronjë diellore, po diellore, sepse do thot edhe në këtë rast nuk e lexojmë el, nuk themi el shamsu, por ash-shamsu, pra dielli. Në kjo është ajo çfarë si them në mënyrë përmbledhur pra bëhet fjalë tek mësimi i tretë. E tani të futemi të shohim se çfarë ka në mësimin inshallah taala. Edhe tash do thotë ad-darsu ath-thalith, mësimi do thotë i tretë. E kemi bejtun al-bejtu, kitabun al-kitabi, al-kitabu, më fani tani me vetë se e kuptuam këtë çështje, qalamun al-qalamu, edhe gjemelun, po, është për qëllim devja, pra si që e kemi përmendur mund të jetë pra devja mashkull, kurse al-gjemelu do më thënë është ma'rifa, është quar. Edhe kemi disa imazhe këtu, edhe në anën tjetër janë të vendosura fjali. Thot al-qalamu maksurun. Si themi në gjuhën arabe do thot kjo është si themi fjali e thjesht. Do thënë ku bëhet pra përbëhet prej mubtada që ne i themi si kryfjal, kurse maksurun në këtë rast i thyer, pra se al-qalamu maksurun lapsi është i thyer. Është khabarun, si themi do thot kallëzues, do thot tregon atë çfarë do thot gjendjen e kryfjalës e kështu me radhë. Mirë, do thot al-qalamu maksurun. Pastaj kemi tek do thot tek dera thot al-babu maftuhun. Pra dera është çfarë e hapur. Faktikisht është i hapur me ftuhun, mirë po e përshtatim siç edhe kemi përmendur këtë në mësimin e parë, domethënë të librit. Edhe i kemi do thot tutje edhe disa fjali të tjera. Thot al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Pra mudarrisu, pra dy është dy fishuar. Pra, al-walidu jalisun, është për qëllim fëmiu, jalisun i ulur, pra është i ulur, wal mudarrisu waqifun, do të thënë mësuesi qëndron në këmbë. Kjo është për qëllim, pra është i ngritur, edhe autori siç e vrejmë ka përdorur fjalë me kuptime të kundërta, në mënyrë që do të si thuhet yu'rifu al-ashya bi diddiha. Se gjërat njihen me të kundërtat e tyre, pra waqifun jalisun i ulur edhe waqifun në këmbë që është i ngritur që qëndron. Mënyrë që të mbahen më lehtë në mend. Se edhe ëmbëlsia e tauhidit njihet përmes shëmtisë së shirkut, ashtu siç edhe ajo e sunetit përmes së bidatit e kështu me radhë. Edhe ëmbëlsia e bindjes njihet përmes shëmtisë së mosbindjes e kështu me radhë. Edhe këtu i kemi të vendosura 10 fjali. E para thot al-kitabu, libri, jadidun është i ri, wal qalamu qadimun, dhe lapsi është i vjetër.
Do thënë shif qadimun I vjetër, jadidun I ri. Pastaj çfarë? Kemi al-himaru saghirun, gomari është I vogël, wal-hisanu kabirun. Ndërkohë që do thot kali dhe kali është I madh. Al-kursiyu maksurun, karrigeja është e thyer. Al-mindilu wasikhun, mindili apo faculeta është çfarë e dytë. Pastaj kemi al-ma'u baridun, uji është I ftohtë. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun, hëna është e bukur. Fakt jamilun do thoshim I bukur, megjithatë përshtatim në gjuhën shqipe për shkak të hënës që është në gjuhën shqipe në gjinin femërore. Duke ditur që do thot jamilun do thonim I çfarë? Do thonim I bukur. Kurse jamilatun, siç e kemi përmendur, se emra do thot vetëm ja shtojmë tek mësimi I kaluar, do thot ja shtojmë të në mbyllur edhe shndrohet në femëror, domethënë muannath bëhet. E kemi pastaj al-baytu qaribun, shtëpia është qaribun, afër. Wal masjidu ba'idun, dhe xhamia është larg. Pastaj al-hajaru thaqilun, do thot guri, al-hajar, guri, thaqilun I rënd. Wal waraqu khafifun, khafifun, dhe guri është I lehtë. Po shruaj këtë se nuk po duket mirë, kjo khafifun. Po mund ta keni në për librat, do thot është khafifun, është jë. Do thënë khafet khaha, edhe khafifun. Do thënë edhe nëse nuk shihet mirë, po shruaj, vetëm ta largoj librin. Pra, fjala që nuk shihej ishte khafifun. Kemi khafifun. Kjo është. Sepse nuk shihej aty tek libri. Khafifun. Pra, thaqilun është I rënd, khafifun I lehtë. Kjo është për qëllim. Khafifun pra I lehtë. Domethënë kemi wal waraqu, edhe fleta, al waraqu është fleta, khafifun është e lehtë. Pastaj kemi al-baytu, nëse këtë do thot e përmendëm për shtëpinë. Pastaj kemi al-labanu, qumshti. Al-labanu harun, qumshti është I nxehtë. Edhe e dhjeta al-qamisu nadhifun, këmisha është e pastër. Pra shiko, wasikhun e dytë, nadhifun I pastër. Domethënë fjalë me kuptime të kundërta. Në mënyrë që do thot të mbahen mend më lehtë, shikojmë çfarë kemi tek faqja tjetër. Te kjo faqe do thot e kemi por tamarin, domethënë se ky është tamarin është shumë si temrin. Domethënë tamarin shumë si, do thot ushtrime. E para thot iqra waktub ma'a dabti awakhir al-kalimat. Do thot lexo dhe shkruaj duke I shënjuar fundet e fjalëve. Do thot duke I bërë me shenjë fundet e fjalëve. Tazem apo përfundon masjid me un apo vetëm pra me një dame apo me dy dame, apo masjidun, masjidan, masjidin, masjida, masjidu, si është kjo? Pra është masjidun. Tematika është që të dim se kur futet eli nuk do thot largohet tenvini. Për shembull, masjidun al-masjidu, jo al-masjidun. Sepse është gabim, pra nuk mund vijë edhe eli edhe tenvini tek e njëjta fjalë. Mirë, al-ma'u, ma'un, uji pra. Al-baytu, babun, dera. Qalamun, laps. Al-qalamu, lapsi. Al-kalbu, kalbun, është përshën qeni pra. Qamisun, waladun, al-hajaru, guri pra. Al-waladu, fëmiu. Himarun, himaru, pra vendosim dhamme. Al-himaru. Al-hisanu, e vendosim pra në fund mbi nun një dhamme. Hisanun, e vendosim mbi nun dy dhamme. Pra në këtë mënyrë. Edhe tash I kemi do thot disa fjali që janë
tek ushtrimi i dytë thot iqra waktub, lexo dhe shkruaj. Al maktabu maksurun. Pra tavolina është e thyer. Al mudarrisu jadidun, e dyta, pra al mudarrisu jadidun. Al qamisu wasikhun. Kamisha është në dytë. Wasikhun pra në dytë. Al labanu baridun. Pra siç kemi thënë, nëse nuk na kujtohet se si ti shqiptojmë do thot fjalët, kthehemi tek pjesa fillestare e mësimit, aty janë do thot fjalët me ato shenjat përzanore kështu më radh, ku është sukun mbi shkronjë e të tjera. E treta al qamisu wasihun, po, al labanu baridun, edhe kemi al masjidu maftuhun, xhamia është e hapur. E gjashta thot al hajaru kabirun, guri është i madh. Pastaj e shtata thot al labanu baridun wal ma'u harun. Pra qumshti është i ftoftë edhe uji është i ngrohtë, pra i nxehtë. Edhe e teta thot al imamu jalisun, pra imami ose prisi është ulur, wal mudarrisu waqifun. Kurse mësuesi pra është që çfarë qëndron në kënd. Çfarë kemi tutje? Kemi do thotë edhe dy tjera, al qamaru ba'idun, hëna është larg, ba'idun pra larg. Al mindilu nadhifun, pra mindili është i pastër. Tani e kemi këtë ushtrim interesant, imla al-farag fima yali bi. Do thënë al-munasiba. Do thotë vendosim këtu i kemi disa fjalë. Po zëm janë këto jamilun i bukur, wasikhun i ndyt, maftuhun i hapur, harun i nxehtë, thaqilun i rënd, khafifun i lehtë. Edhe tash këtu i kemi al-hajaru, al-qamaru, al-mindilu, labanu, al-babu, al-waraqu e kështu me radhë, se cila do thotë korrespondon me cilën. Tazëm, al-hajaru, çfarë mund të jetë al-hajaru, guri. Al-hajaru e vendosim thaqilun, pra guri është i rënd, e vendosim thaqilun këtu tek zvrastira. Al-babu, çfarë mund të jetë dera? Dera mund të jetë e hapur apo? Atëherë themi maftuhun, e vendosim këtu. Al-qamaru, hëna, çfarë mund të jetë hëna? Jamilun, e bukur, e vendosim jamilun këtu. Al-waraqu, fleta, khafifun apo? Khafifun, e vendosim këtu, e lehtë. Al-mindilu, faculeta ose mindili, çfarë mund të jetë? Mund të jetë wasikhun apo? Wasikhun, në dytë, e vendosim këtu. Edhe al-labanu ka mbetur harun, pra qumshti i nxehtë. Tani kalojmë tek faqja tjetër. Çfarë thotë të kjo faqe? Do thotë është e njëjta me ushtrimin që kaloj. Mirë po këtu kemi këto që thamë herët se tregojnë gjendjen e kryfjalës. Do të thënë që thamë al-mubtada wal khabar. Ashtu neve qëjtu, pra po tani do thotë nadhifun i pastërt, baridun mirë po këtu nuk i kemi të vendosta sikur në ushtrimin e kaluar fjalë, por përdorim fjalë cilat mendojmë se korrespondojnë me këto kallëzues, si të themi. Tazëm nadhifun, kush mund të jetë i pastër? E vendosim tazëm al-mindilu, faculeta. E vendosim këtu al-mindilu. Meksurun, kush mund të jetë i thyer? Mund të jenë shumë gjëra, mirë po ne marrim një shembull. Tazëm qalamun. Mirë po nuk themi qalamun meksurun, por al-qalamu, sepse e veçojmë, themi al-qalamu meksurun. Do thotë lapsi është i thyer, që do thotë të bëhet e shquar, do thotë futet eli tek fjala. Këtë rast tek qalamun, edhe të bëhet al-qalamu meksurun, lapsi është i thyer. Kurse baridun, kush mund të jetë baridun? Mund të jetë uji, pra i ftohtë. Al-ma'u e vendosim baridun. Qaribun, kush mund të jetë? Mund të jetë shtëpia, tazëm, e vendosim al-bejtu qaribun. Larg mund të jetë xhamia, tazëm. Al-masjidu ba'idun, xhamia është larg. Waqifun, kush mund të jetë waqifun? Pra në këmbë i ngritur. Themi al-mudarrisu,
mësuesi, e vendosim këtu pra. Al-mudarrisu waqifun. Gjalisun mund tjetë studenti, zakonisht kështu shkon, mësuesi në këmbë, studenti i ullur. Themi të zëm at-talibu, gjalisun. Kebirun, kush mund tjetë? I madh. Mund tjetë një gur, po të zëm themi al-hajaru, kebirun, guri është i madh. Qadimun, kush mund tjetë? Mund tjetë libri të zëm, themi al-kitabu, e vendosim këtu, qadimun, i vjetër, po. Jadidun, kush mund tjetë? Mund tjetë jadidun, lapsi, e kështu më radhë. Themi al-qalamu, jadidun, lapsi është i ri. E mund të marrim edhe shembuj të tjerë nga fjalët që i kemi përmendur, apo edhe nga ato fjalë të cilat mund të kemi njohuri për to. Tutje, pra el-kalimatul jadidatu, fjalët e reja, në këtë pjesë janë fjalët e reja. Do të thënë janë fjalë që vetë se i përmendëm, ta zëm al-qamaru hana jadidun i ri, qadimun i vjetër, wasikhun i ndyt, nadhifun i pastër, harun i nxehtë, baridun i ftohtë, saghirun i vogël, më falni, kabirun i madh, maftuhun i hapur, maksurun i thyer, thaqilun i rënd, khafifun i lehtë. Gjemilun i bukur, waqifun, që qëndrën dhe thotë në këmbë, dhe gjalisun është ullur, pra që është i ullur. Tani çfarë kemi? Tani do më thënë është mua ajo që e kemi përmendur më herët, ta zëme kemi najmun yll. An-najmu ylli. Do më thënë nuk themi el-najmu për shkak se është dyfishuar shkronja që vije pas lamit, do thotë nuk shqiptohet. Që e përmendëm do thotë shkronjat hënore dhe diellore. Se najmun do thotë siç e shohim najmun kjo fillon me n, me nun, nuni. Edhe nuni, n-ja, do më thënë është shkronjë diellore. Për këtë arsye do thotë nuk shqiptohet lami i elit. Nuk themi el-najmu, por themi an-najmu. Do thotë dyfishohet shkronja që vije pas. Këtë rast nuni, an-najmu. Po ashtu edhe të këto shembuj tjerë është një të çështje. Do të thonë rajulun ar-rajulu. Dikun ad-diku. Gjeli do të thonë. Talibun at-talibu. E kështu më radhë. Tani të shohim tek faqja tjetër çfarë kemi. Këtu i kemi të vendosura faktikisht 10, në fakt 11 fjali. E para thot an-najmu ba'idun. Shif an-najmu ba'idun. Ylli është larg. Pastaj ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Pra burri është që qëndron në këmbë, i ngritur pra. As-sukkaru është do më thënë çfarë? Sheqeri apo? Sheqeri hulwun. Hulwun i ëmbël. Sheqeri është i ëmbël. Dhe të këto e vrejmë se sini do më thënë shumë diellore, sepse nuk shqiptohet, nuk themi el, nuk shqiptohet eli. Nuk shqiptohet lami i elit, më falni. Pra sukuni që është mbi lam. Që të themi pastaj el-sukkaru. Por themi es-sukkaru për shkak se është dyfishuar shkronja pas, në këtë rast sini që vjen pas elit. Pastaj kemi at-talibu maridun, nxënësi është i semur, ad-diku jamilun, gjeli është i bukur. Ad-daftaru është fletoria. Fletoria është më falni jadidun e re. At-tajiru pra tregtari, at-tajiru ghaniyun do të thënë i pasur. Tregtari është i pasur. Ad-dukkanu dyqani, maftuhun është i hapur. Al-waladu faqirun i varfër. Pra djaloshi është fukara i varfër. At-tuffahu është për qëllim molla. Ladhidhun është shishme. Ladhidhun është shishme. Mund të jetë edhe hulwun, pra se hulwun ishte i ëmbël. At-tabibu tawilun, shif thot mjeku, at-tabibu tawilun është i gjatë, wal maridu kurse i semuri qasirun i shkurt. Pra qasirun i shkurt, tawilun i gjatë. Siç e përmendëm më herët. Do thot autori Allahu ja shpëlef me të mira,
ka përdorur fjalë me kuptim të kundërt, në mënyrë që është prej metodave, se themi, që fjalë të mbahen në mend më lehtë. Çfarë kemi tutje? Tani domethënë kemi prap tamarin, ushtrime. Thot iqra waktub ma'a dabti awakhir al-kalimat. Pra sigurisht ajo që thamë herët, lexo dhe shkruaj duke i shënuar fundin e fjalës. Domethënë al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baytu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru, al-waraqu. Po ashtu kjo thot që këto do thot t'i vendosim në zbrastira kalimatin munasibe. Domethënë fjalë që shkojnë me këto. Ta zëm ganiun, kush mund të jetë? Mund të jetë tregtari, pra at-tajiru ganiun, e vendosim këtu at-tajiru ganiun. Hulwun tham mund të jetë sheqeri, pra sheqeri është, pra themi as-sukkaru hulwun. Maridun, pra ta zëm themi at-tabibu maridun, se edhe mjeku smuret. Pra mjeku është i smur, at-tabibu maridun. Edhe e katërta, ledhidhun i shishëm, kush mund të jetë? Ose e shishëm, pra molla, mund të themi, siç ishte edhe në shembull më lart, at-tufahu. Molla është e shishme, ledhidhun pra. Tawilun i gjatë mund të jetë al-waladu, ta zëm, apo ta themi at-talibu, do thot nxënësi është i gjatë, tawilun. Qasirun, kush mund të jetë i shkurtër? Themi al-waladu. Ta zëm, e vendosim al-waladu qasirun. Domethënë fëmiu është i shkurtër. Është edhe një pjesë, do thotë, të ky mësimi i tretë, ku janë vendosur fjalët, faktikisht disa fjalë, por që janë ndara, në njërën anë janë shkronjat, ato që janë shkronja hënore, edhe në anën tjetër, pra ato që janë shkronja diellore, pra al-huruf al-qamariyya wal huruf ash-shamsiyya, që inshallah do flasim edhe në orën e ardhshme, inshallah për to, edhe do t'i shohim se si janë të ndara e kështu me radhë. Lutim Allahun te baraka taala për sinqeritet në fjalët dhe veprat tona, të hapta apo të fshehta qofshin ato, edhe të na jap sukses. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.